Shkuzdëruar mirë se erdhët në përballje në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullor. Ku jemi 3 vjet pas në politikën e jashtme me qeverinë e kryeministit Albin Kurti, cila është diplomacia e Kosovës, pse 1 vjet pas mbetet Kosova në masat e Bashkimit Evropian. A do të hiqen këto masa, cili do të jetë aspekti gjeopolitik i Kosovës dhe shtrirja e subjektivitetit ndërkombëtar gjatë muajve dhe viteve të ardhshme? A është duke punuar qeveria e Republikës Kosovës mjaftueshëm me partnerët ndërkombëtar sa i përket antarësimit të Kosovës në organizata të rëndësishme ndërkombëtare? Cili është roli i opozitës sa i përket zgjedhjeve të reja dhe vlerësimeve që kanë të bëjnë me punën e kësaj qeverie? Për të diskutuar për këto tema, së bashku jemi me zotrin Enver Hoxhaj, nënkretari i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, njëherët ish ministri i jashtëm. Zoti Hoxhaj, mirë se po takohemi. Me sugjeta. Më vjen mirë, po e nisim, javën e kaluar kisha një intervistë me ministrin e jashtme Donika Grualla-Shvarc, me cilën folëm për politikën e jashtme të Kosovës, për ku jemi tash gjatë tyre 3 viteve. Njëna për pyetjeve që ishte për ministrin e jashtme, zoti Hoxha, ishte 3 vjet, kritikat e opozitës pas një njohje, pas një antarësim në mekanizma të rëndësishëm ndërkombëtar, dhe madje që 1 vjet në masat e Bashkimit Evropian. Edhe sot, ku ne po bëjmë këtë intervistë së bashku, Kosova është në masat e BE-s dhe pyetja është, a kanë më heq këto masa edhe kur? Ajo se çfarë ka ndodhur në këto 3 vitet e fundit është nëse nuk ka asnjë njohje, dhe s'ka asnjë njohje dhe s'ka më pas asnjë njohje, nëse nuk ka asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare dhe dështimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, nëse nuk ka marrje statusit të kandidatit për Bashkim Evropian, nëse ka një marrëveshje të dialogut Kosovë-Serbi, e cila marrëveshje ja ka bën një dëm kolosal Kosovës, që nuk e kërkon asë njohje në ndërsjellë, nuk është asë marrëveshje obligative ligjore. Të gjitha këto flasin që gjatë qeverisjes Kurti, në fakt, shëndërtimi i Kosovës është ndarë në gjysmë. Pra, ka stagnim, si është bloku. Është bloku. Dhe nëse armiqët më të mëdhej të Kosovës, në vitin 2024, do ta imagjinonin se cila do të ishte goditja më e mirë për një shtet, i cili do ta kishte një vullnet, një aspirat, një ambicje që ta përmbyll shëndërtimin e Kosovës, më që në këto 3 vitet e fundit, shëndërtimi i Kosovës si projekt është i bllokuar, është dalë në gjysmë, dhe mendoj që ky është dëmi më i madh që ndonjë qeveri nga 2008 ja ka shkaktuar vendit, dhe është dëm i cilën në fund të ditës i përmbush vetëm interesat e armiqve të shtetit të Kosovës, asësi të qytetarëve, asësi të Kosovës së pavarur. Pse po ndodh kjo? Ose pse ka ndodhur kjo? Sepse nëse e sheh kryeministrin, zëvendës kryeministrin, ministrin e jashtëm, po flas për 3 institucionet, pozitat kyçe të qeverisë, e kanë qëndrim tjetër, kanë vlerësime tjera. Dhe ministri i jashtëm thotë ne kemi puna e njohjeve, është krya e njohja kualitative e Kosovës. Tashmë është ka Kosova çështje tjera që është duke u marrë. Falë, të jap një shembull. Ne kem Palestinën, e cila në udhëheqjet të Hamasit, një organizatë terroriste, po merr njohje Spanja, Irlanda, Norvegjia, Slovenia e njohin Palestinën. Dhe unë mendoj që nëse qëllimi i kundërshtarëve të shtetit të Kosovës ka qenë vazhdimisht që ky vend të bllokohet në shëndërtim, më shumë të ngjan një entiteti sesa një shteti, në këto 3 vitet e fundit, me të gjitha vendimet e gabuara të qeverisë Kurti në politikë të jashtme, dhe mendoj se çfarëdo që ka ndodhur në 3 vitet e fundit në raport me politikën e jashtme të Kosovës, në raport me dialogun Kosovë-Serbi, në raport me marrëdhënien tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian ka qenë gabim. Të gjitha këto gabime i kanë kushtuar Kosovës që në vitin 2024 mund të jetë si vit i shpalljes së shtetit të Kosovës si një projekt në cilin është ndalë shëndërtimi i Kosovës. Prandaj edhe mungesa e njohjeve, mungesa antarësimit Kosovës në organizata ndërkombëtare, mungesa një raporti vendosur në agjendën e Këshillit të Evropës të ministrat, dështimin e Këshillit të Evropës,
mosmarrja e statusit të kandidatit për bashkim evropian, dhe mbi gjitha, që të hymë shpejt në tim, ajo letra famshme e Scholzit, Macronit, edhe e Melonit. E din çka flet ajo? Nëse Kosova në Këshill të Sigurimit të OKB-s e ka pas vetën ruse dhe ka pas vetën kineze, që ne mos të antarësohemi në OKB, të cilët kanë qenë partnerë të Serbisë, letra e Scholzit, Macronit dhe Melonit është një veto e re tash shteteve sponzore evropiane të pavarësisë së Kosovës në raport me antarësimin e Kosovës në çdo organizatë ndërkombëtare. Kudo që do të lëvizë Kosova në vitet të ardhshme, atë letrën e Scholzit, Macronit dhe të Melonit do ta kenë si kusht, qoftë për antarësimin në Këshillit të Evropës, qoftë për organizata jashtë Evropës, qoftë për marrjen e statusit të kandidatit. Prandaj dhe dëmet të cilat janë bërë në këto 3 vite të fundit, janë dëmet të cilat e tejkalojnë imagjinatën që një qeveri e një vendi të pavarur mund të bënte të Republikës së Kosovës nga 2021 dhe në vitin 2024. Nuk e them këtë si opozitar, nuk e them këtë pse i gëzohem kësaj, që kanë thënë në gjuhën gjermane si lloj. Siç po thot ministra, puna e opozitës është me kritikuar. Nuk e them si Schadenfreude, si diçka që kur ndodh dami, unë gëzohem, absolut jo. Po këto janë gjërat cilat ne duhet t'ia thomi qytetarëve të Kosovës, që ta kuptojnë ata që Republika e Kosovës në 2024 ndër tjerash ka problem edhe me orientim politik të jashtëm, nuk arrin askund, zoti Harullahu, nëse ke probleme me orientim. Atëherë, për hymje, pas tash po shkojmë me pyetje dhe me ma të shkurta dhe me përgjigje që me mujt me rrumbullaksu sa ma shumë tema. Pyetja direkte, pse ka ardhur kjo situatë të cilën ju po e përmendi? Për shkak të mosdijes qeverisë, për shkak të orientimit gabuar qeverisë, apo diçka tjetër, zoti Hoxhaj? Sepse ju thatë një stagnim, ju e përmendën një vitin 2024, i thatë që është vetë stagnues për Kosovën në politikën e jashtme. Kjo ka ndodhur sepse zoti Kurti, nëse sa ka qenë opozit, në të gjitha temat e politikës jashtme ka pas një qasje të gabuar, ka vazhdu që ta ketë një qasje të gabuar edhe mas marrjes së qeverisë Kurti 2, dhe një mungesë e qartësisë së plot të asaj se çfarë po ndodh në rrafshin ndërkombëtar, të faktit që rendi ndërkombëtar i cili e ka kriju Kosovën e pavarur me luftën në Ukrainë, me luftën e Gaza, me një luftë të mundshme në Tajvan, është ka shpërbëhet ky rend ndërkombëtar, dhe zoti Kurti ka vepruar komplet në vite kundërt të trendeve ndërkombëtare, të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike, dhe mbi gjitha ka vendosur që në emën të një politike që sa ma shumë ta konsolidon pushtetin e tij të brendshëm, duke përdorur verjen e Kosovës si një platformë për ta konsoliduar pushtetin e tij, dhe sot situata e verit të vendit është që veri i Kosovës i shërben për të qenë pushtet Albin Kurti në Prishtinë dhe Aleksandar Vučići në. A ka qenë edhe kështu të kaluar, tash për me kanë verjo gjithmonë ka qenë është përdor. Është përdor edhe nga ish-presidenti zoti Hashim Thaçi. Absolutisht jo. Ka pas aksione edhe në kaluar zoti Hoxha. Ka pas aksione gjithmonë verjo është përdor nga të gjitha partitë politike, qoftë LDK-ja kur ka qenë pushtet, qoftë PDK-ja, qoftë AK-ja. Unë jam këtu për një bisedë serioze. Edhe pyetjet janë shumë serioze. Po, unë jam për një bisedë serioze. Ne kemi vepruar në raport me verjen e Kosovës duke shpërbyer struktura paralele, duke luftu krimin dhe krimin organizuar në veri të vendit, duke bërë çdo gjë që ta përmbyllmi shëndërtimin e Kosovës në veri të vendit, duke integruar komunitetin serb. Ne asnjëherë nuk e kemi përdorur situatën e verit të Kosovës për populizëm politik, për punë politik, për të krijuar mjegull politike, sikur se është ka përdorur në këto vite të fundit, dhe mendoj që qytetarët e Kosovës do ta kuptojnë mbas kohë që kjo se çfarë po ndodh në veri të vendit nuk është në përputhje me interesin nacional të shtetit të Kosovës. Nuk është në përputhje me interesin nacional të shtetit të Kosovës. Po, në besoj që do të konfirmohet kjo. Është
deklaratë është akuzë ndaj pushtetit shumë e rëndë, nëse interesat e Kosovës nuk janë duke shkuar në drejtim, nëse kjo qeveri nuk po punon për interesat e Kosovës, edhe me temën e veriut. Falë. Ajo se çfarë ka ndodhur në 2-3 vitet e fundit në veri të vendit ne ka qenë një politik e Serbisë ku zoti Kurti ka rënë kurthën e Aleksandr Vučići. Këtë i kam thënë 2-3 herë në këtë studio, po përsëri. Veri e Kosovës është përdorur si platformë që perëndimit të humbë besimin në shtetin e Kosovës, që Kosova dhe perëndimit të përçohen, që amerikanët dhe evropianët mos të besojnë Republikës së Kosovës, duke përdorur verën si platformë të luftës hibride që në gjë e tillë të ndodhë. Dhe sot, aktualisht, qeverisë Kurti nuk i beson kush në Washington, nuk i beson kush në Berlin, në Paris, në Rom, në Londër, në Bruxelles, sikur se dëshmoi edhe vetë fakti i letrës të cilën e dërgoi Meloni, Scholzi dhe Macroni. Përtej kësaj, kur thamë që nuk është në përputhje me interesin nacional të shtetit të Kosovës, ju se keni lexuar draft statutin asociacionit, i cili është një autonomi e plot politike, territoriale, religjioze dhe i cili ka si rezultat i veprimeve në veri të vendit. Realiteti i cili është krijuar në veri të vendit ka bërë që ndërmjesin ndërkombëtar, Friedrich Ebert Stiftung, Miro Lajçak dhe ndërmjesin ndërkombëtar ta gjujnë një plan të draft statutit të asociacionit, i cili është autonomi për te asaj se çfarë është pranuar. Qeveria po thotë se pranuam na këto nuk e qumë gjykatë kushtetuese, edhe nuk i keni pranuar shantazhe rreth le të themi për antarësim në Këshillin e Evropës për me dërkuar në kushtetuese këtë draft. Qeveria mund të gjeni deklaratë që t'i ikë situatës sot, po ju do të shihni që draft statut e keni në tavolinë edhe 2025, edhe 2026, edhe 2027. Damën të cilën ja ka bë në dialog këtë qeveri Kosovës është që në ne ka pranuar një plan franko-gjerman, një marrëveshje të Brukselit pa ndryshu asnjë fjali të vetme. Ju kujtohet kur ka dalë në gusht të 2 ministrë të dytës në mediat serbe plani franko-gjerman, atë plan franko-gjerman të cilin qeveria ka pasi një plan më afër interesave të Serbisë, atë plan franko-gjerman me 27 shkurt të 2023-ës e ka pranuar të njëjtin, pas një fjali të vetme. Planin për zbatimin e marrëveshjes në Ohër të marsit të 2023-ës, po ashtu ka qenë kundër interesit nacional të shtetit të Kosovës dhe autonomia cila parashihet me asociacionin, me vetë menaxhimin që ka pranuar zoti Kurti, tregon se asë çfarë ka ndodhur më tash nuk është në përputhje me interesin shtetror të Kosovës. Atëherë, ne folëm për politikën e jashtme, për stagnimin të cilin jo e adresuat dhe e thatë qëndrimin tuaj sa i përket 3 vjeçarit të kësaj qeverie, edhe të çështja dialogut. Tashmë kemi një situatë e cila është mbet pezull, pra nuk ka takime. Kishte zoti Miroslav Lajçak në një vizitë në Prishtinë, ishte edhe në Beograd, deklarata shumë të thjeshta, asgjë konkrete. Në Bashkimin Evropian kemi pasur zgjedhje të cilat do ta sjellin le të themi një përbërje të re të qeverisë ekzekutive të Komisionit Evropian. Do të ketë parti tjera politike, do të ketë zgjedhje në shtete specifike si Franca, por edhe vende tjera mund të ketë, Gjermania, Austria, ku ta diun. Sa mund të ndikojnë këto situata të reja gjeopolitike brenda vetë Bashkimit Evropian, edhe partive të reja që kanë ardhur me qasje tjetër mund të jetë ndaj Kosovës në relacionin e Kosovës dhe ndërtimit të Kosovës në subjektivitetin ndërkombëtar. Zgjedhjet e fundit të cilat ka ndodhur në Bashkimin Evropian janë zgjedhjet të cilat folin për një zinxhir të ri të ngjarjeve, i cili zinxhiri i ri i ngjarjes ka prodhuar një kulturë komplet re politike brenda Bashkimit Evropian. Do të Evropa nuk është ajo që ka qenë deri në zgjedhjet e fundit. Përkundër asaj që partitë popullore, socialdemokrate, liberale mund të pretendojnë që të udhëheqin institucionet e BE-s, dekada ardhshme do të jetë dekadë e izolimit të Evropës, do të jetë dekadë e bllokimit të zhërimit drejt Ballkanit,
dhe do t'jenë pushtet nacional në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, parti politike të cilat nuk do t'a kenë një qëndrim shumë shtetës në raport me Kosovën, sikur se kanë pas partit tradicionale. Pra ka hup momentumi i shumë aspekte për Kosovën gjatë kësaj periudhe. Ne kemi hup momentumin, nëse flas për momentum, pas shpërthimit të luftës në Ukrainë për ta marrë antarësimin e Kosovës në NATO. Ne kemi hup momentumin pas një agresioni të Serbisë. Pra pas Banjskës. Pas Banjskës, pas një agresioni të Serbisë, me qëllime politike, territoriale, me mbështetje logjistike, me financim, me një skenar të Krimes dhe të Donbasit, që ta përdormi këtë argument dhe t'ju thojmë pikrisht partnerëve tanë, ju dëshironi që edhe ma tutje të bëni një autonomi më të zhëruar në veri të vendit dhe për komunitetin serb, kur përderisa na jemi në dialog me Serbia dërgon grupe paramilitare që do ushtrojnë agresion, që ta aneksojnë një pjesë të territorit të Kosovës. Do të thotë ne kemi hup Ukrainën, ne kemi hup momentin e Banjskës, dhe unë mendoj që nuk ju kthyn në favor tonë, nuk i kena kthyn në favor tonin, dhe mbi të gjitha ne nuk po kuptojmë, këtë qeveri e Kosovës nuk po kupton që në këtë shpërbërje të një rendi ndërkombëtar, liberal, demokratik, i cili është fundamenti i një Kosovë të pavarur, po një Malizi, e deri në Kroacinë e Sloveninë e pavarur, në këtë ndryshim të madh geopolitik, që ne t'jemi sa më afër perëndimit, që t'i përmbushmi ambicjet tona, qoftë për antarësim në Bashkimin Evropian, qoftë në bashkim në NATO, dhe paradigma e re e kulturës politike, me partitë e reja të djatha, më shumë do ta izolon Evropën, dhe unë mendoj që në fakt ne kemi hyrë në një boshllak të ri politik. Prandaj edhe debatet që do ta ketë klasa politike në Kosovë, në qeveri, edhe në opozit është se si do duhet të sillemi ne në një situatë komplet të re geopolitike, në një situatë ku edhe Ballkani është ka shpërbëhet, kush ka menuar që do të thotë Malizi mund të jetë një zgjatje e Serbisë. Kush ka menuar që në Maqedoni me një qeveri të re mund të ketë serb me qasje pro, mund të jetë një zgjatje e Serbisë. Kush ka menduar që në Bosnjë mund të ketë situata të cilat ne i shohim çdo javë. Prandaj në këtë ndryshim të ri rajonal, evropian dhe botror, unë mendoj që vendi ka nevojë për një mendim të ri strategjik dhe për një klasë politike e cila rikthen vendin e binor. Po do më nal. A mendoni si veç vendi apo mendon a duhet edhe shqiptarët në rajon, sepse unë mendoj që shqiptarët si faktori i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor janë gjithashtu të shkapërderdhur, le të themi, jo në pushtete, po janë të shkapërderdhur në koordinime. Sot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vjen në Prishtinë, nuk takohet fare me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pra jemi të folë për aspekte institucionale, për një unitet, le të themi, në ballafaqim me të gjitha këto që ju i përmendet. Po edhe që zoti Rama gabon se kur vjen në Prishtinë nuk takohet me Kurtin. Po ne nuk e dim kush pepret, apo s'pepret kë? Për te asaj mendoj që problemi është më në thelb. Kosova historikisht në këto 30 vitet e fundit ka qenë temë që ka bashku shqiptarët jashtë Kosovës. Jo vetëm Kosovë. Shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, të Logjinës Preshevës dhe të Malit Zi, dhe ne shqiptarët që kemi jetuar në Kosovë, kemi qenë platformë e bashkimit të shqiptarëve. Sot është platformë e përçarjes, e polarizimit. Pse? Sepse Kosova po përzihet në punë të në Tiranë, qoftë në Shkup, në Tetov, qoftë Login të Preshevës, qoftë në Ulqin apo në Tus, dhe mendoj që këtë banë zotë... Pra jo me bëndoni që zotë Kurti po e bën këta? Përëtërisht. Qa është qëllimi i kësaj? Do të pyetni... Do të kemë mundësi, po besoj... Po, këto çfarë po them janë fakte, besoj që secili ka parë në këto 3 vite të fundit. Dy pyetje tjera të shkurta, te kjo, le të themi, aspekti geopolitik, situatën që e përmendet e Ballkanit Perëndimor, dhe shtoja këtu që shpejt do të kemi zgjedhjen Shtetet Bashkuara të Amerikës,
Të gjitha sondazhet e atje të brendshme, nuk është kjo rrisi që unë po e them, e thonë që zoti Trump do të rikthehet në pushtet, çka do ndodh, kjo e mbetet votuesve amerikan. Por gjithashtu zgjedhjet e Amerikës mund të ndikojnë në le të themi edhe në dialogun Kosovë-Serbi, sepse tash fokus nuk do të ketë këtu, absolutisht. Zgjedhjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi gjitha do duhej të përcillen në Kosovë, ku kolegët e cilët janë në qeveri, po partitë opozitare do duhin që tash të marrin kontakte me ekipet të cilat mund të udhëheqin politikën e jashtme, që tash. Do thotë nëse Biden është në pushtet, do t'i ketë edhe një mandat disa vite, duhet të komunikohet edhe me Partinë Demokratike, edhe me ata cilët janë në Këshillin të Sigurisë Kombëtare, edhe me ata cilët janë në Departament të Shtetit. Por po ashtu nëse Trumpi ka ekip dhe ka ekip të fushatave zgjedhore dhe ka ekip që merret me çështjet e temave të politikës të jashtme, të politikës evropiane, është mëse e duhur që të komunikohet me ta, që të shihet se si diaspora në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigur se kënë batë kaluar, mund tjetë edhe pro-republikanë dhe pro-demokrate, po ndodhin takime, unë s'po shoh që takimet e tilla po ndodhin. Do të thotë, nuk po shoh që dikush nga qeveria e ka këtë sens të kohës dhe të hapësirës se si do duhet të sillet gjatë verës deri në vesh kur kryhet procesi zgjedhor, përderisa serbët janë duke bërë përpjekje që të penetrojnë edhe të Trumpi, edhe të demokratët. Njëna prej arsyeve pse Marko Đurić është ministër i jashtëm, ka të bëjë me përpjekjen e tij që ta përdorë ndër tjera edhe lobin izraelit. Që lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Washington të jetë mbështetës i Serbisë, do thotë janë duke bërë përpjekje që ta luajnë një lojë më të komplikuar. Unë nuk besoj që zgjedhjet do ndryshojnë politikën e jashtme të Amerikës ndaj Ballkanit, se Amerikanët kanë një politikë ndaj Ballkanit, absolut jo ndaj Kosovës, por mund të ketë ndryshime, le të themi, të personat që janë në politikë të jashtme, ju e dini në zgjedhjet e kaluara me hapat e kaluar një deklaratë drejtë rajonin. Tashmë nëse zoti Grenell kthehet, le të themi, kushtimisht ministër i jashtëm. Më dojë se ajo çfarë ndodh është që nëse ne kemi një politikë të jashtme perëndimore në raport me Kosovën, e cila i ngjan edhe kësaj politikës të jashtme të Kosovës, këtu ka vetëm deklarata, por nuk ka plan. Nuk ka plan se ku do të jetë Kosova 2025. Nëse dikush i cili udhëheq qeveri nuk e ka një ide lineare të ecës përpara, si më tha, të kalon nga klasa e 4 në klasën e 5, nga klasa e 5 në klasën e 6, në klasën e 7. Amo veç këta pedi që kanë me dalë që shtu i 4 të 5, amo planin se kanë, ju po thone. O më dojtë që këta e në klasën e parë. S'ka nga lorë 3 vjetë këtë. Nëse kanë dalë, nëse janë klasën e parë, Alfabetin e gjuhës shqipe. Tema e fundit. Nëse janë në klasën e parë, këtyne ju shkoj mandati. Na jemi të folë në mandatin e fundit zgjedhor, edhe këtu po du me dalë të opozita, dhe një kritik për opozitën. Opozita, të gjithë opozitarët që unë intervistoj, kanë qëndrimet pak a shumë të njëjta për temat e mëdha të Kosovës, dështimet të gjitha. Mirë po, ju nuk u unifikuat për rrëzimin e kësaj qeverie. Ju nuk u pajtuat për me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo qeveri është qeveria e vetme që do ta përmbyll mandatin, ju e di, keni qenë gjatë në qeveri, kjo qeveri po e përmbyll mandatin, si duket, sepse në shkurt të vitit të ardhshëm i s'ka dhënë afati i rregull 4 vjeçar, për faktin që edhe opozita është në heshtje, nuk ka zona shumë kritik për me unifiku me arë një parti tjetër në pushtet. Unë më dhe që opozita gabon nëse nuk e krijon një blok, jo një marrëveshje para zgjedhore, jo një blok opozitar të unifikuar. Çka i bën bloko? Por një blok tematik. Okej, për çështje, për tema. Një blok tematik dhe një udhërrëfës se si mund ta rikthen opozita dhe cili është vullneti i opozitës për ta rikthyer Kosovën në binar. Opozita nuk ka të drejtë
që mas 5 vitesh ne thomi zoti Kurti, e zoti Bislimi, e zone Gërvalla, nëse ne, e zone Osmani, nëse ne nuk e kem një vizion të qartë se çka e bie për shtetin e Kosovës 2024 me ba opozit, çka e bie politika e jashtme 2024 se nuk është një si Të gjithë kritikët po thonë që s'janë të pat që ato të opozit. Që gabimi më i madh është nëse PDK-ja, LDK-ja, AK-ja nuk e kanë një vullnet politik, nuk e kanë një udhërrëfis dhe nuk e kanë një qartësi të plot se si ta largojnë zotin Kurti nga pushteti, jo për ta larguar nga pushteti pse ajo është në pushtet dhe ne jemi në opozit, po për ta rikthyer vendin në binar, me që rizgjedhja e mundshme e zotit Kurti, edhe një mandat, jo që do ta bllokonte shëndërtimin e Kosovës, por do ta çmontonte edhe më tutje një Kosovë sovrane dhe të pavarur. Prandaj edhe debatet opozitare se kush e çon mocionin, kush shkon takim. Po nuk pati unitet në ato. Tash kemi një situatë tjetër që këtë varet se si do të shkojnë le të themi situata, jo gjatë tyre mujve të verës, shtatore tetore mund të jetë vazhdoj kjo nxehtësia se mund të ketë atë lëvizje sa i përket zgjedhjeve të reja. Është Partia Demokratike pyetja e fundit gati për zgjedhjet e reja dhe çfarë është qëllimi i PDK-s në zgjedhjet e ardhshme, zoti Hoxhaj? Ne si PDK jemi të gatshëm edhe për zgjedhjet e reja, kur do të bëhen ato, kemi insistuar që të ketë sa më herët, po ne jemi të gatshëm që së bashku me subjekte tjera në opozitë t'ja japëm një formë të re të qeverisës, Republikës së Kosovës, dhe mendoj që Kosova ka nevojë për një politikë edhe të mençur, edhe të hapave të vegjël, edhe të një koordinimi që ta rikthejmë vendin përsëri në binar. Shqetësimet që unë kam është kjo me që kem 25 vjetore në shlerimin. Si mundet 25 vjet mas shterimit, jo politikës, por shoqërisë mos të bën fare për shtypje. A ke qëndrim pro-amerikan, a ke qëndrim anti-amerikan? A je pro-Evropës, apo kundër Evropës? A je pro-perëndimor, apo anti-perëndimor? Temat që i kemë në tavolinë nuk janë vetëm temat politike, partijake, janë tema dhe shoqërore. Dhe nëse Kosova përfundon edhe me tutje e izoluar në raport me NATO-n, në raport me Bashkimin Evropian, s'ka njohje, s'ka antarësim në organizatat të ndryshme ndërkombëtare, një politik populiste, antiperëndimore, unë kam frikë që dhe shoqëria pas 4-5 vitesh mund të jetë më pak liberale, mund të jetë më pak demokratike, mund të jetë më shumë antiperëndimore se sa sot, dhe se si mund të duket masandej produkti politik. A drejt një islami politik, apo edhe fenomene tjera, ku hapin dilemat të raportit tonë me shtratin tonë perëndimor, janë temat cilat opozita do dojë të ketë parasysh. Dhe na do të presim nga opozita gjatë tyre mujve të shojnë ta jetë ma... Gjitha opozita duhet 2024 jo marrëveshje, po ta bën një koordinim, një blok politik, një blok medial, një blok shoqëror, po mbi gjitha një vizion ku ne ju thëmë qytetarët e Kosovës, na mendojmë që duhet ta rikthejmë vendin në binar. Nëse kjo nuk ndodh, kur do të marrë zgjedhjet, nuk e arrim, si më tha, qëllimin final të cilën do duhet ta kishte një opozitë. E qartë, zoti Hoxhaj, faleminderit shumë për kohën. Shkëndruar ishim me zotrin Enver Hoxhaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ish ministri i jashtëm me cilin diskutuam për politikën e jashtme të Kosovës, trevjeçarin e qeverisës së zotit Kurti, aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, ngërçet të cilat i përmendi zoti Hoxhaj, sa i përket stagnimit të Kosovës gjatë kësaj periudhe, por mbi të gjitha edhe çfarë na pret në të ardhmen. Shihemi në intervista tjera të radhës.